Kosova po shënon sot 6 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së saj, që është njohur deri sot nga mbi 100 vende të botës, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet kryesore të Bashkimit Evropian. Në kremtimet e sotme u tha se Kosova e pavarur është ndërruar në faktor të paqes dhe qëndrueshmërisë në rajon, por ajo përballet ende me sfida, siç është vendosja e sundimit të ligjit dhe lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Pavarësia e Kosovës që u shpall më 17 shkurt të vitit 2008 vazhdon të kundërshtohet nga Beogradi, i cili është përfshirë në bisedime me Prishtinën për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Manifestime e veprimtari të shumta po përshkojnë ditën e sotme që shënon 6 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Drejtuesit e saj kryesor thanë se pavarësia e Kosovës u dëshmuar si faktori i rëndësishëm i paqes së qëndrueshmërisë në rajon. Presidenti i Kosovës Atipeti Jahjaga tha se kjo datë shënon historinë e pakthyeshme të pamohueshme të shtetit të ri. Kosova tha jo ishte gjithmonë në anën e drejtë të historisë. Dhe ne e kemi shkruar të tashmen tonë në paqe, me ndihmën e miqve tanë ndërkombëtar, si vullnet i përbashkët i yni dhe i të gjithë atyre që na kanë ndihmuar për gjatë gjithë historisë sonë. Në radhë të parë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe vendet e Bashkimit Evropian. Dhe të ardhmen pa dyshim se do ta kemi të ndërlidhur me këta miqtanë. Në një mbledhje solemne të Parlamentit të Kosovës u tha se shpallja e pavarësisë së Kosovës ishte kryevepra e synimeve dhe sakrificave të shumë brezave. Kryetari i Parlamentit Jakub Krasniqi tha se Kosova ka nevojë të mësojë dhe të kaluarën, por të mos lejuar përsëritjen e historisë. Kemi nevojë të mbajmë gjallë amanetin e themeluesve të pavarësisë së Kosovës për lirinë, për nderin dhe begatinë e vendit e popullit që përfaqësojnë. Vendi ynë ka hyrë tashmë në projektin e madh dhe historik të integrimeve euroatlantike. Përcaktimi i popullit të Kosovës për vlerat evropiane dhe euroatlantike është baza dhe garancia e këtij projekti. Mesdita në Prishtinë kaloi në shenjë të parakalimit të forcës së sigurisë së Kosovës bashkë me forcat e policisë dhe njësive të emergjencave. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se parakalimi i sotëm i forcës së sigurisë është i fundit para shndërrimit të saj në forcë mbrojtëse të armatosur. Kjo është parada e fundit e nderimit të ditës së pavarësisë, ku ne e shohim parakalimin e forcës së sigurisë së Kosovës me emrin e saj të deri tani shoh. Na ndan një kohë shumë e shkurtër, java po muaj nga themelimi i forcave të armatosura të Kosovës. Pra, një kohë shumë e shkurtër në ndan nga forca e re, e cila do t'i ketë kapacitetet e mbrojtjes dhe do të ketë një mandat e ri, madhësin dhe strukturën e re. Forcat armatosura të Kosovës do të zhvillohen ashtu që të jetë e gatshme dhe të afta të mbrojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Ambasadori amerikan në Prishtinë Tracy Jacobson ritheksoi mbështetjen amerikane për shtetin e Kosovës. Në letrën drejtuar presidentës Jahjaga, presidenti Obama shkruan: Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështetin zhvillimin dhe rritjen e mëtejnë të Kosovës, si vendi plot, sovran, i pavarur, shumë etnik dhe demokratik. Mbështetje dhe shprehje jon frymëzohen nga energjia e popullit të Kosovës. 6 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova përballet me sfida të shumta, përfshirë edhe luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Një e keqe që sipas presidentes Jahjaga duhet luftohet nga të gjithë qytetarët e Kosovës, në duart të cilëve thajoi që ndron fuqia për ta bërë Kosovën një shembull të demokracisë së zhvilluar, ku gjithë përfshirjen nënkupton edhe detyrime, përgjegjësi dhe mirëkuptim nga të gjithë. Ne nuk mund ta humbim shansin për të bërë Kosovën një vend të pastër dhe pa korrupsion, një vend pa krim të organizuar dhe një vend ku gjeneratat e ardhshme mund të realizojnë vullnetin dhe ëndrrën e tyre. Pa na gjykuar për mos guximin
që të përbalemi me sfidat e tashme. Kosova shpalli pavarësinë e saj me 17 shkurt të vitit 2008 në bazë të planit të kryenegociatorit të Kombeve të Bashkuara Marti Ahtisaari, deri tash ajo është njohur nga mbi 100 vende të botës. Pavarësia e saj vazhdon të kundërshtohet nga Serbia, e cila është përfshirë ndërkaq në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, që është kusht për rrugtimin e saj drejt integrimeve evropiane. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.